fshehur mes kodrave dhe I harruar nga zhurma e qytetit, fshati Mamël mbart një histori që nuk shihet me një shikim të parë. Dikur I gjallë me obore plot zëra fëmijësh dhe ara që punoheshin çdo stin, sot ai përballet me heshtjen, largimin dhe një të ardhme të paqartë. Ky reportazh na çon në zemër të një realiteti që përsëritet në shumë zona rurale të vendit, ku jeta vazhdon mes kujtimeve të së shkuarës dhe sfidave të së tashmes, duke ngritur një pyetje të fortë: a do të ketë ende jetë në Mamël pas pak vitesh? Ndodhem rreth 25 kilometra larg Tiranës, në fshatin Mamël, komuna Gracen. Ky fshat shtrihet mes një relievi fushor kodrinor dhe një ajri të pastër, por për shkak të kushteve të këqija, siç është mungesa e infrastrukturës, mungesa e ujit të pishëm dhe mungesa e kushteve bazë, banorët nga 400 e ca familje që kanë qenë, ky numër ka ardhur duke u reduktuar thuajse në shpopullim. Banorët e fshatit Mamël tregojnë se dikur kjo zonë ka qenë e gjallë dhe e populluar, por sot situata është krejt tjetër. Sipas tyre, largimi I familjeve ka ardhur gradualisht si pasojë e kushteve të vështira të jetesës dhe mungesës së investimeve në infrastrukturë. Sa banor ka pasur përpara fshati? Mamëli ka shumë banor. Ka qenë vetëm bile ca shtëpi, që shtëpi. Tash ka largu nga ajo që do rruga erdhën poshtë, zbritën poshtë. Qenë do, s'ka rrugë, s'ka gjë, s'ka kanë për shumicat kanë ardhur poshtë, por atje ka familje shumë. Aktualisht mundet jenë rreth 300 banor. Për sa I përket pjesës banuar, tani janë larguar edhe nga kushtet, nga rruga, më tepër që I ka detyruar të largohen nga fshati, edhe të braktisin me fjalë tokat e fshatit. Mamëli, një fshat me histori dhe dikur I banuar dendur, sot përballet me mungesë të theksuar aktiviteti ekonomik. Banorët thonë se nuk ka treg për prodhimet e tyre dhe se gjithçka shitet në mënyrë private, pa mbështetje dhe pa kushte të favorshme. Ata shprehen gjithashtu se ndihen të lënë pasdore nga institucionet. Mamëli është fshat I vjetër. Me historik, është me emër Albashi. Një fjalë vjen nga albët e vjetër të kësaj zona. Është I fshat me popullsi, ka qenë 175 familje ky fshat. Dhe tashti, për momentin, zerese nuk ka asnjë familje më. E larguar kohët e fundit? Janë larguar tash kohët e fundit në sistemin që ndodhemi tashti. Nga sikleti që ka vendi, se është pa rrugë, pa ujë dhe shumë keq. O detyruar rinia shkret të braktisi prindit. Kaq, ma historiku e këtij fshati është, ka qenë fshati I vjetër, ka kisha, ka xhamie, ka dy pjesët e tij. Tash, ta janë gjërat e fshatit, po sikleti I ka largu njerëzit dhe janë braktisë ajo zonë tash që është zonë ka qenë popullarizuar dhe tash është e neutralizuar, mund të themi. I njohur prej dekadash për traditën e kultivimit të duhanit, fshati Mamël mban ende gjurmët e një ekonomie që dikur I jepte jetë zonës. Dikur çdo obor kishte duhan të varur për tharje dhe familjet jetonin nga puna e tokës, ndërsa sot kjo traditë po shuhet bashkë me banorët që largohen. Reportazhi I kësaj jave ndalet pikërisht në këtë kontrast, mes një të shkuare ku duhani ishte burimi jetese dhe një të tashme ku arat mbeten tjerë, duke ngritur një tjetër alarm për fatin e zonave rurale që po zbrazen dita ditës. Po këto banorë që kanë ngelur tani, aktualisht merren me bujqësinë, me duhanin, që është një kulturë më e favorshme për sa I përket bujqësisë. Me këto gjana, me fjalë qenë bujqësi, blegtori, me këto merren aktualisht tani, me fjalë to që kanë ngelur. Po dasma lindje ka këtu në Mamël? Dasma tani, këto që kanë ngelur normale që do ketë. Ka lindje,
Patjetër që edhe këto tani rinia aktualisht është larguar. Po prapë për sa i përket këtyre banorëve që i kanë ngelur edhe ka. Ti me çfarë merresh? Bujësi, dohan. Janë kështu bujësisë. Çfarë mbjell tjetër? Ma shumë mesi edhe dohani këtu ne, po mesi, është as dohani nuk shkon, ka vite që nuk Ku e shet? pan trek me kështu, ma shumë me kile. Po blektorisë, merreni me blektori? Lekteri lop, s'ka vend, se ka bloku pisha. Sa për vete? Sa për vete, normale që nuk është që edhe jetu më është. Jeta e përditshme në fshat është e mbushur me vështirësi. Banorët tregojnë se çdo gjë sigurohet me mundin e tyre, nga uji i pishëm deri tek prodhimet bujqësore. Për shërbime shëndetësore ata detyrohen të udhtojnë drejt qyteteve, ndërsa mungesa e të rinjve ka ndikuar edhe në jetën sociale të fshatit. Me vujtë, me vështirësi domethënë. Sa për vete, nuk shisni asgjë. Ja, sa për vetë tonë. S'kemi domethënë. Çfarë mungon që nuk merreni me bujqësi? Ujë, nuk keni ujë? Uji i kemi marrë me forca tona. Me lekë tonë domethënë kemi marrë pak ujë domethënë sa për nevojat e tona. Uji vaditës nuk të i ky fshati kënej s'ka mamni. Kurse ky fshati në topë kënej ka ujë. Ujë vaditës. Ka i borim atje, domethënë natë borimi njomin, ose po meni borimi njom në rezervar në funarit. Po kush smureni, si ja bëni, ku shkoni? Në Elbasan, kemi doktorin në fshatit to. Janë dy infirmiere i doktor. Janë qendra të dhe. Lejmërojmë to, kapse nuk ka mundësi ky si doktor, në dalgon në Elbasan. Edhe prodhimi kryesor i zonës Duhani është reduktuar në nivel mbijetese. Ai përdoret kryesisht për nevoja familjare, duke treguar dhe mëtej kufizimet ekonomike të banorëve të mbetur. Bujësi, duhan, tërshana, ligje, për vetëm për lopët, për bish lopët. Në mamël dita shuhet ngadalë pa zhurmë, si një dritë që fiket pa u vënë re. Në oboret ku dikur thaheshin duhane dhe dëgjoheshin zëra, sot mbizotron një heshtje e rëndë. Pleqt numërojnë vitet e mbetura në fshat, ndërsa të rinjt të mirat në qytet. Toka i jep pak, baktit me zimbajnë frymën e shtëpisë, shpresa duket si një fjalë që nuk gjen më vend këtu. Ndërsa nata mbien mbi mamël, fshati nuk fle. Ai thjesht pret në një pritje të gjatë e të lodhur që nuk dihet nëse do të ketë ndonjëherë mëngjes. U larguam nga mamli duke rënë pas një realitet të dhimbshëm por të heshtur. Banorët në pamundësi për t'u marrë me bujqësi dhe blektori shprehen mjaft pakënaqur dhe me kushte shumë të vështira ekonomike, si në çdo fshat tjetër edhe këtu hasëm të njëjtat problematika, siç është mungesa e infrastrukturës, mungesa e ujit të pishëm dhe fshatra të cilat askush nuk i viziton vetëm nëse do u duhet të kërkohet vota.